Jemi rikthyer sërish në studio të nderuar miq në emisionin ton Jam Grua. Sot kam një emision special do ta quaja, pasi e ftuara sot më është speciale për mua. Është një kënaqësi e veçantë që e kam në studio, është Genta Popa, gazetarja dhe moderatorja e Top Channel, dikur e televizionit shqiptar. Tani në këto grup pyetjesh, unë do doja që Gentën ta pyesja pikërisht për atë që është pas kamerave, jashtë, në jetën e saj private, në jetën e saj personale. Dhe nuk e di se sa ndryshon Genta nga ajo që shohim në kamera në atë që është pas kamerave. Sa është ky ndryshim? Për ata që shikojnë vetëm lajmet për shembull dhe më kanë fotografuar përmes lajmeve, do them që ndryshoj pak, sepse unë jam më sportive, më e lirshme në përditshmërinë time. Sigurisht. Aty jam mësuar të kem një lloj impostimi të lajmeve. Kjo e kërkuar për meja edhe për faktin se duke qenë se unë nisa shumë e vogël këtë punë, mua më duhet të punoja pak me këtë të qenurit autoritar në ekran dhe e stimulova te vetja këtë gjë që e vogël. Dhe kjo ka mbetur tani dhe më shoqëron. Madje nganjëherë unë them që se unë drejtova dhe 2 vjet emisionin Pasdite në Top Channel. Them që dhe ajo më bëri shumë mirë pastaj sepse sidomos vitin e dytë, sezonin e dytë fillova ndihesha vërtet shumë mirë dhe e doja programin. Dua të them që për ata pra që më kanë fotografuar ashtu, me siguri se më thonë, ti je ndryshe kështu. Po tani unë kur dal në lajme, natyrisht vesh një kostum tjetër dhe kështu, por jam e bindur që për ata të tjerë që më njohin nga ekrani po dhe nga afër, unë nuk kam ndonjë ndryshim shumë të madh, them. Nuk di sepse vihesh nganjëherë në këtë pozitën për të folur për veten dhe nuk di se si ta shpjegosh, sepse ti je ashtu si je. Pa e vëzhguar veten tënde, ore si jam. Pra më shumë perceptojnë të tjerët. Unë kam përshtypjen që një gjë është e sigurt që ajo, le të themi, veshje pozitiviteti që duket edhe tek lajmet, siç ma thon, ose në momentet kur unë flas, ose kur shfaqem etj, sigurisht që është pjesë e inja që e kam. Ja ta bëj unë pyetjen direkte, kush ti bën punët e shtëpisë, Genta? Kjo është komplet tjetër gjë. Këtu unë jam pastaj them që jam shumë tradicionale, sepse unë mendoj që jam si gjithë të tjerat, siç je ti, dhe siç janë kolegët e mia, dhe mendoj unë, siç është gruaja shqiptare, me që jemi tek gruaja. Patjetër që kam ambicien edhe në shtëpi që të jem një grua sa më e përkushtuar ndaj bashkëshortit. Pra, ti bësh vetë apo të kesh një grua që të bëj punët? Unë meqense kam këtë shtëpi me obor që trashëgoj akoma, aty janë punët një çik më të mëdha dhe unë kam ndihmën e një zonje të mrekullueshme që është Neta dhe që me të ka shumë vite që më ndihmon, që është e vërteta, më ndihmon her pas here për ato që ne quajmë ato punët me themel të shtëpisë etj. Por nuk ka shumë rëndësi, unë jam shumë, domethënë nuk është puna, ndoshta do ta bëja, dhe po nuk e di, pra nuk e gjykoj shumë këtë, sepse kështu ndodh. Nëse ti më pyet, unë të them që kështu është, por unë gatuaj për ditë me shumë përkushtim dhe përpiqem të jem me rregull në shtëpi, domethënë sipas edukatës që ne na kanë dhënë mamat tona, tezet tona, gjyshet tona, që unë mbaj mend që ishin të jashtëzakonshme në atë edukimin që na kanë bërë që ne të jemi në shtëpi të jemi perfekt, domethënë të kemi atë edukatën për të qenë të rregullta, të disiplinuara, të gatuajmë, mundësisht dhe të qepim ndonjë gjë, ndonjë kops, ndonjë. Po se kështu do ta shohim veten të dy punësuar, punësuar në familje dhe punësuar në punë. Po mirë, është e pashmangshme. Jo, po, patjetër. Unë pa çka se siç thash, kam ndihmën e Netës her pas here. Unë patjetër jam shumë aktive në shtëpi, nuk më shpëton gjë dhe kjo është jeta Kozeta. Kjo është jeta, ne nuk mund ta çmontojmë veten nga programimi i shtëpisë edhe ish asaj. Por ka diçka që nëse unë jam në punë, natyrisht unë i vë vizën shtëpisë. Dhe domethënë natyrisht nuk mundem dot t'i përballoj, por ke mbështetjen e Florit? Por patjetër. Flori vetëm mërzitet sepse i duket dhe më thot një gjë që kur ti je me këto me ekskluzivët, edhe kur je në shtëpi, zëre se nuk je. Dhe edhe pse kemi një dritare me dy dhomave që unë rritë kompjuteri këtej dhe Flori merret nga dhoma tjetër me dy dhe hapet dritarja, prap ai insiston tek etia dhe thotë që ti nuk je këtu edhe pse unë aq i duket që unë jam e humbur në një botë tjetër në atë krimtari për punën e radhës, për të shkruar skenarën e radhës, saqë i duket sikur nuk jam aty. Dhe në fakt është natyrë që do vëmendjen time. Edhe kështu që jemi shumë të lidhur dhe kështu që keni ndarje të punës në familje?
Patjetër, po tentojmë të ndihmojmë njëri tjetrin dhe jo, nuk mund të them, jo, Flori është modern shumë në këtë drejtim. Domethënë dhe sa mundet bën, por natyrisht ka ca gjëra që unë them që meshkujt jo gjithmonë i bëjnë perfekt ose po aq mirë sa femrat. Po nuk kam dhe atë, nuk e kam, domethënë kemi lirshmërinë dhe atë bashkëpunim dhe mirë kuptimin për të bërë atë që ti mundesh. Por është i jashtëzakonshëm, natyrisht Flori me përgjegjësinë familjare. Nuk i shpëton asgjë nga vëmendja dhe vetëm do që të më ndihmoj kur unë kam një punë. Sikurse dhe unë ndaj tij, pa diskutim. Përpos Florit, Genta, me kë ke një lidhje speciale? Kush është personi që pas Florit, Genta ka një lidhje speciale? Sigurisht që është motra. Kam një motër të mrekullueshme, tani është në Amerikë, por siç jemi ne që unë kam lidhje shoqërore dhe familjare të kësaj natyre. Kam një shoqe që e kam që nga fëmijëria gjithmonë dhe nuk kemi ndarë asnjëherë, jemi dhe afër me njëra tjetrën, Ariana, dhe konfidojmë shumë sekrete dhe shumë gjëra bashkë natyrisht. Po kam edhe shoqe të tjera me të cilat ruaj, domethënë natyrisht lidhjet sa mundem, po nuk mund të them që ky njeriu, siç e thua ti, po janë disa. Patjetër që mbas Florit do ta nisja me motrën, të cilën flasim për gjërat më të rëndësishme të jetës, të gjërave tona. Kam në rrethin familjar një tjetër vajzë xhaxhaj që kam si motër dhe atë, po si thua, ky është rrethi. Kam kolege, kam në punë gjithashtu me cilën konfidojmë në mënyrë të veçantë dhe kemi miqësi e shoqëri që është Monika. Pra kam disa njerëz afër me të cilët unë ndaj shumë gjëra. Kam një kesh të vjetër nga TVSH-ja, lidhjen me të cilën e ruaj akoma, që është Loreta Mokini, ka qenë përkthyese, po me të flasim dhe për gatimin e për gjërat. Pra ka shumë dhe unë kam frikë se mos haroj njerëz pa dashje. Sigurisht dikur kam pasur edhe mentor ose njerëz nga cilët frymëzohesha qoftë edhe nga një leksion ndryshe. Zamira Koleci, një referencë absolute, nuk e takoj shpesh, po një dorë e fortë që më ka mësuar shumë gjëra gjatë kohës, kam qenë në Top Channel, ai ishte në Top Albania Radio. Alma Sulën që kemi edhe këtu në Radio Tirana. Domethënë kam një rreth njerëzish që nganjëherë disa i takoj më rrallë, po megjithatë në taun ashtu kam shumë konfidenca dhe i besoj shumë fjalëve të tyre, kthehemi në biseda si dikur. Ka njerëz të mençur që më pëlqen ti dëgjoj shpesh etj, po s'di, ja kështu me njëherë gjithë bashkë. Po frikrat e Gentës kush janë? Ka frikra në jetën tënde? Frikra, patjetër, shiko, unë jam natyrë frikacake në përgjithësi, Kozeta, po frikra kështu madhore në kuptimin kështu siç po më duket që po e bën ti pyetjen, më duket se nuk kam, Kozeta, sepse frikra për të bërë përpara. Po shiko, sepse një grua. Po, frikra për të bërë përpara, siç thash, duke e mbrojtur gjithë këtë rrugtimin tim me një lloj natyrshmërie dhe që nga fillimi unë nuk kam bërë kërcitje, nuk kam sforcuar për të bërë gjërat në mënyrë të tillë që tekun të kultivohet ajo ideja e frikës. Unë si natyrë jam mësuar të kem besim te vetja, por edhe tek ato, siç thash, jo vetëm të aftësitë, por edhe jo të aftësitë të cilat ti merr gjatë jetës, i perfeksionon dhe i çon më tej, por edhe tek ato karakteristika njerëzore që ne na shoqërojnë. Dhe nëse unë mendoj gjithmonë, dhe edhe kur e dëgjoj këtë mua më bëhet shumë qefi, domethënë që ne duhet jemi njerëz të mirë, me besim te vetja dhe me dëshirën për të qenë të fortë, sepse kështu jemi dhe edukuar ndoshta. Kështu që unë jap shumë rëndësi dhe kësaj pjese. Dhe kjo më bën që të kem besim dhe nuk mund të them tani që të kujtoj frikrat të kësaj natyre në lidhje me ecjen përpara. Dhe kam përshtypjen se eksperienca ka bërë dhe atë që do ta merrja ashtu si do vinte në çdo moment, sepse unë me veten jam në një paqe shumë të madhe, Kozeta, domethënë natyrisht që është kurioziteti, sepse bota është e madhe për shumë gjëra, po unë kam përshtypjen se di ku jam, domethënë e di se çfarë përfaqësoj, e di se çfarë deri ku mund të shkoj, e di se çfarë mund të bëj dhe të mos bëj. Nëse njeriu i vendos këto limite në jetën e vet ose këto konture të jetës dhe pikturon jetën me ngjyra të kësaj natyre, aty ku ai është, them që nuk mendoj që ka vend për frikrat e natyre. Natyrisht, shëndeti është kryesorja, duhet ta themi dhe
natyrisht përballura me situata, domethënë që do përballesha me dhimbjen e njerëzve shumë të afërt, kjo do më vinte në pozitë shumë të vështirë sepse unë jam bërë shumë e ndjeshme Kozeta. Kam humbur dhe mamin në një moshë të re dhe në një farë mënyrë. Kjo është frikë për mua, natyrisht, humbja e njerëzve të dashur, se tani që flas po e kuptoj. Dhe larg qoftë që të jetë një gjë e tillë, njeriu do të përballojë të gjitha, por kjo domethënë do ishte një frikë e madhe për mua. Domethënë nëse unë vjem në një pozitë të tillë do ishte shumë e rëndë e vështirë. Për shembull, humbja e Anitës vitet e fundit, një njeriu që për mua u bë aq i dashur edhe aq i rëndësishëm, them që më vuri para kësaj ndjesie, të cilën e riprovova. Unë do doja të bëja edhe shumë pyetje të tjera, Genta, por e di që kaq është koha për ty kryesisht. Prandaj një pyetje të fundit për ta mbyllur edhe pozitivisht pa lot në sy. Patjetër. Do të kemi ndonjë zhvillim të ri profesional të Gentës? Kozeta, formula që kam zgjedhur ose që unë praktikisht kam tani tek Top Channel me lajmet dhe me ekskluzivin, dhe me dashamirësinë e një stafi të ri që ka ardhur tani në Top Channel, që drejton Top Channel, por që unë e vëre në mënyrë direkte dhe është e rëndësishme kjo gjë sigurisht. Unë ndihem mirë dhe e shoh që edhe me që bëj biseda kuptoj se edhe atyre u pëlqen ky pozicionim për momentin. Po kam dhe shtundohem shpeshherë Kozeta, sidomos kur shikoj formate, unë ndjek shumë kanale domethënë dhe sidomos këto lajmeve si në BBC dhe kanë shpeshherë edhe rubrika edhe më identifikuese. Po ndoshta do lihet e hapur dhe nëse vjen një moment, por gjithmonë do jetë tek pjesa mendoj e aktualitetit. Them unë, por eksperjenca që kam tani, domethënë lajme dhe ekskluziv, është një formulë shumë e mirë. Është një formulë shumë e mirë, se nga ana tjetër dhe nuk mund të bësh të gjitha, domethënë. E vërtet, sidomos kur je çdo ditë në ekran. Po, kur je në live. Sikur je edhe sot. Po. Të falenderoj shumë Genta që të kisha në emisionin Jam Grua, vërtet u ndjeva shumë mirë. Ishte kënaqësi. Të falenderoj dhe unë shumë Kozeta, më dhe një ndjesi shumë pozitive, bëm një rrugtim bashkë dhe prekëm disa gjëra, kishim kohë dhe pa u parë. Falenderoj shumë dhe një kënaqësi e madhe që takoj një kolege të vjetër, sërish në Radio Tirana, dhe që më vjen shumë mirë që je këtu dhe që këtu ka akoma njerëz si ty, të cilët patjetër që i japin këtij institucioni atë sharmin që meriton të ketë. Të uroj shumë suksese, Genta. Faleminderit.